بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ففندت نذرم الله تبارك وتعالى صلوات وشهادة توني على رسول محمد صلى الله عليه وسلم familjes të shokët dhe gjithë besimtarëve që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tyre në ndershmëri në ditët e fundit. Dashur vëllezër të nderuar motra, lutim Allahun Subhanehu wa Taala që të mësoj që kemi për atyre që falen në natën e Kadrit dhe arrijnë që Allahu Subhanehu wa Taala të falë mëkatet e dalin nga ky muaj pa gjunahe ya Rabbal Alamin. Nga se në vërtet se nuk mund të shpëtojmë dhe nuk mund të arrijmë përmim më të madh vetëm nëse Allahu Azza wa Jall na lehtëson dhe në ebë sukses që ta ngjallim natën e Kadrit me ibadet. Dashur besimtarë, bërë kemi nda zbashku një hadith bukur ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po i drejtohet Abdullah ibn Abbasit me disa këshilla që treguan që janë shkak që besimtarët gjejnë zgjidhjen nga çdo problem. Ihtadillah yahfaz. Ruaje Zotin, ruaje kufijtë Allahut Azza wa Jall se Zoti ka na truaj ty. Ruaje Allahun dhe kemi gjetë Allahun Tebaraka wa Taala pranë teje. Ju kisha lutur për pak qetësi, vazhdon se do të shpjegoj për diçka që nuk është as tregti, nuk po flasim për muhabete që bëhen në pazar, po flasim për ata që kanë afër tek Allahu Tebaraka wa Taala. Një hadith bukur që transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili i transmeton fjalët e Zotit Jalla Jalaluhu. Një hadith që më të vërtet i bën lëkurat dhe zemrat e besimtarëve që do të qeten. Thot Allahu Tebaraka wa Taala në hadith që transmeton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Man 'ada li waliyan faqad aadhantuhu bil harb." Kush do të më armiqson një besimtar, një wali, një besimtar të devotshëm, le ta dinë ai person se më të vërtet unë i kam shpallur ju. Allahu Tebaraka wa Taala po thot se Allahu i shpall luftat i personi i cili i bën zullum dhe armiqson një besimtar për besimtarëve të devotshëm në këtë dynjë. E dini gjithë bashkë besimtarë se Allahu Tebaraka wa Taala ose prej Allahu Tebaraka wa Taala nuk ka shpëtim, vetëm se tek ai subhanahu. E dini gjithë se personat që Zoti ka kërcësuar në këtë luftë që po e quajnë janë tre lloje. Është ai i cili han kamatën, po ju që keni besu, keni frikë Allahut dhe lëni kamatën nëse jeni besimtar. E nëse nuk e bëni atëherë dijeni se jeni fillur me Zotin. Grupi i dytë janë ata persona që luftojnë Zotin dhe dërgunin e tij në forma të ndryshme, e në kohën tonë fatkeqësisht janë të atill që mundohen ta shuhin dritën e Allahut e cila nuk ndahet asnjëherë. Nga se drita e diellit me dur nuk ndahet. Të këtyre personave Zoti ju ka shpallur. Dhe i fundit është ai person që ju ka bind Allahut duke praktikuar sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ky person armiqsohet, po thot Zoti unë i kam shpallur, ti tani më bëri mbrojtje këtij personi, sot je gjallë në këtë botë dhe në botën tjetër. E po na tregon Allahu Azza wa Jall rrugën se si me qenë wali i awliya illah, si me qenë evlia për evliave të Zotit në këtë hadith dhe në ajetet Kur'anit, për ta marrë këtë begati të madhe për të qenë Allahu ndihmëtari jonë në këtë botë dhe në botën tjetër. Thot Allahu Azza wa Jall: وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Thot se nuk ka mundësi që besimtari më afru tek unë me ndonjë punë që e du më shumë se sa duke i zbatuar farzët dhe obligimet. Me agjëru në fitë vllazën është problem shumë i madh. Kush agjëron për Allahun, thot Zoti e largon 70 vite nga zjarri i xhenemit. Po agjërimi i muajit të bekuar të Ramazanit është shumë më vlerë se sa agjërimi i të jetës nafile. Me u falë nafile ka është problem shumë të madh vllazën. Po me falë namazin e yacis, që është farz prej Allahut, ka më shumë vlerë se me u falë gjithë natën.
Nga se Allah po thot se nuk ka mundësi besimtari mi zbatu një punë që unë e du ma shumë se sa duke i zbatu farzët dhe obligimet. Me shku nëmër se vapi madhe. Po me kry haqën e ke kry një obligim dhe e ke arrit të ashtina Allah Azza wa Jalla. Kjo është nivelli i parë atyre personave që Zoti i dhënë. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. E vetëm atëherë kur besimtari zbaton obligimet e Zotit dhe përveç se I ka kryer farzet, afrohet tek Allahu te baraka ve teala duke I praktikuar veprat që janë vullnetare. I ka falë 5 kohë namaz me bindje, falë sunetin e sabahut, të mesdite, se falë namazin e teravihis, ngritet natë ka falë namazin e natës. Të besimtari vazhdon që të bëj punë nafile hatta uhibbahu, derisa unë të duat. Allahu akbar. Vëllezër, këto janë ndodhi që ndodhin çdo moment. Allahu te baraka ve teala I don besimtar. Dhe rruga për të na dhënë Zoti që ka shumë e qartë. I tha Abdullah ibn Abbas, po të mësoj disa fjalë. Nuk e tha po të moj ders 1 vit, 2 vite, 3 vite, po të mësoj disa fjalë. Ruje Zotin ku më thurit Allahu ti wassalamu aleikum. Siç ka shkunje beduin tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke thënë oj dërguari I Zotit ka thënë çish më shkon në xhenet. Se beduin nuk janë shtu që kanë lexuar shumë. Po ato që kanë dëgjuar të mirë për tyre e kanë praktikuar, as nuk kanë shtu, as nuk kanë paksuar. Dhe i thënë Muhamedi alayhis salam njëri për tyre, fali 5 kohë namaz, agjëro, jep zakatin, krye haxhin, wala kal xhennet, ty takon xheneti. Thot pasha Allah, as nuk kam shtu, as nuk kam paksuar. Thot Muhamedi alayhis salam, kush do të më pani xhenetli, le ta kshyrë këtë person. Pak fjallë bazën e ka fitu xhenetin, po e shkërkohet është shumë punë dhe pak fjallë. E besimtari vazhdon t'i bindet Allahu me nafile, derisa të arrit më hukum për dashurve të Zotit. E kur Zoti e dën robin, e thret Xhibrili alayhi salatu wassalam, duke e përmend besimtarin me emrin e tij. Ja Xhibril, o Xhibril, unë e dua filanin me emër vllazën, ato ndër më thonë se Allahu na përmend me emër e lutim Allahun ti në kujtoj Allahun. O Xhibril, e dua filanin, fa ahibbahu, dua edhe ti filanin. E Xhibrili alayhi salatu wassalam zbret tek me lajket e qiellit dhe thot, o ju banorët e qiellit, Allahu e don filanin, unë e dua filanin, edhe ju duani këtë musliman që Zoti po përmend me emër. Dhe gjithë banorët e qiellit e dojnë këtë besimtar. Wa yudha'u lahu al-qabulu fi al-ard. Dhe ky person bëhet I dashur edhe në mesin e njerëzve këtë tokë. E qysh paska, ose fillimisht ta pyesin veten, a keni ditë për këtë hadith vëllazër? A mos dikush prej neve po dyshon se kjo s'u ndodh veç është muhabeti I xhamarëve që e bojnë pak një kaluar pak namazet tonë, si vëllazër. Kjo është bindje, si besimtar do të me pasë zemrën e vet, që Allahu I don besimtar. E I don haram ma shumë ata që I kryjnë farzet dhe I pasojnë farzet me nafile. E jo vetëm kaq. Fa idha ahbabtuhu, e kur ti kryjnë farzet dhe pastaj e vazhdon me nafile, e jo një nis me nafile e me flejt mos me fal namazin e sabahut. Jo marrë dhe teravi e mos me fal Yasin. Këto është një prishje e renditjes. Thotë kur e duan robit tan besimtar, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Do të jem dëgjimi I tij me cilin dëgjon. E begaton Allahu dhe jep bereqet dhe begatin dëgjimin e tij. Nuk ndodh me dëgju diçka vetëm se kam mësuar. Nuk dëgjon ndonjë këshill, ndonjë këshill për tek Allahu Azza wa Jalla vetëm se kam e praktikuar. Wa basarahu alladhi yubsiru bi. Do të jem shiqimi I tij me cilin shiqon. I qënë Allahu bereqet dhe begatin shiqimin e tij. Do t'jem dora ati me cilën godit fuqishë, do t'jem këmba ati me cilën ec, që kuptohet se Allahu do t'a merr në siguri dhe në garancën e tij këtë person, I cili me bindje I zbaton farzet dhe vazhdon punën me nafile. Dhe jo vetëm kaq. Kjo kërkesa jonë. E kryjm obligimin tonë për Allahu duke I kryer farzet, duke I njeh me nafile. Allahu po thot wala in sa'alani la u'tiyanna. Pa marr parasysh kam lutet nuk kam ju përgjigj. Wala in ista'adani la u'idanna.
nëse kërkon mbrojtjen time, do ta mbroj. Dua t'ju sjell dy shembuj të shkurt nga sa është afruar koha namazit. Dashur besimtar, kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shkoi te Taif, e le të haron dikush që ka mundësi me arrit gradën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk po pretendon se sjell dëm ose dobi vetëm se me lejen e Allahut azza wa jall. Prandaj evliat dhe njerëz të dashur të Allahut nuk veçohen me ndonjë rrobë që veshin ose me ndonjë ngjyrë që zbukurohen. Po janë ata që kanë besu Zotin dhe kanë qenë devotshëm duke i zbatuar urdhnat e tij. E shembull i mirë ka qenë Muhamedi alayhi salatu wassalam, i cili kur shkoi në Taif, ju bo zullum e realizuan Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po ja çon Allahu melekun e kodrave duke i thënë: Ja Muhammed, o ti që nuk i bindë Allahu ditë dhe natë, e që s'ke qenë musliman sezonal, hajtë ta provojmë sa atmosfere mirë, jo. Tëtë më ka dërgu Allahu të këti, që nëse të mjetë urdhër me lejen e Zotit, këto dy kodra të këta persona që të kanë armitsu ty, i bëj bashkë dhe e faraj këtë popull. Nga se të kanë armitsu ty, e Allahu po thëtë kush ma armitson robin tim, i kanë shpall luft. Thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili është mëshirë për mbar njerëzimin, thotë jo, s'jam ndërgu që ti mallkoj njerëz, nuk jam ndërgu si dënim për njerëz, jam ndërgu mëshirë dhe shpresë për ta. Thotë kam shpresë se në mesin e tyre kanë më dalë besimtarë që besojnë Allahun azza wa jall. Prandaj e lutim Allahun që na mundsoj të jemi nga ata që i zbatojnë obligimet të cilat Zoti na ka obliguar, dhe pastaj i pasojmë nafilen dhe e arrim dashurinë e Allahut azza wa jall, e mos pyet pastaj për begatit që rënditen si lloj dashurisë së Allahut ndaj nesh. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur.